e kemi ngrit alarmin, kemi bë kërkesë në Ministrinë e Tregtisë. Institucionet e Kosovës kanë toleruar në vazhdimsi importin e qumshtit nga Bosnia dhe Hercegovina. Çmimi nga ky shtet vjen më i lirë dhe dëmton seriozisht prodhimin vendor. Nuk ka arsye këto Bosnës duhet më ndalë sepse ne nuk mundum të çojmë produkte atje. Ka drejt shteti, Ministria e Tregtisë me marrë. Shoqatat e prodhuesve kosovar po dyshojnë që po goditen me çmime dumpingu nga Bosnia dhe Hercegovina. Përballë kësaj situate, ata kanë kërkuar ndërhyrje në shtetit. Hallet e tyre i kanë adresuar edhe në Ministrinë e Bujqësisë edhe atë të Tregtisë, por thonë se ende nuk ka rezultate. Deri kur qeveria të intervenoj, të dhënat nga dogana na tregojnë se vetëm gjatë këtij viti janë importuar nga Bosnia dhe Hercegovina 1.886.000 euro qumsht. Ne si prodhues të qumshtit, shoqata jon, shoqata prodhues të qumshtit, e kemi ngritë çështjen shumë më herët. E kemi ngritë dikun ka muaj mars. Për arsye se duke ditur dhe duke çka po importohet dhe sa po importohet në vendin tonë, çdo ditë më tepër na zvogloi ke hapësira e shitjes së prodhimeve tona vendore. Dhe ne e kemi ngrit alarmin, kemi bë kërkesë në Ministrinë e Tregtisë dhe fillimisht takimin e parë kemi pasur me Ministrinë e Tregtisë së bashku me industrinë e qumshtit. Ato ku i kemi treguar hallet, problemet, importet dhe prodhimet tona tregu vendor po çdo ditë e me tepër po zvoglohet mundësia e shitjes së qumshtit. Andaj na jemi shkuar atu si prodhues që kemi pas situatën që dojmë me arë në situatë shumë të afërt që vinë problemet. Sepse kanë pa filluar problemet e reduktimit e qumshtit pak më herët. Dhe kemi shku, kështu që kemi bë takimin atu, kemi dërguar edhe kërkesa zyrtare. Zyrtarisht kemi kërkuar kërkesa, nuk kemi pa ndonjë rezultat të saj deri më tash. Pastaj kemi vazhduar me Ministrinë e Bujqësisë, të kemi bë kërkesa në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë ka qenë më çastshëm, kemi pasur shumë takime. Shoqata prodhuesve dhe shoqata e industrisë së qumshtit të përbashkët në disa takime për të zgjedhur probleme dhe me gjetë rrugën të cilën ky sektor të delë një herë dhe përgjithmonë prej krize. Kanë marrë disa vendime, kemi pas disa kërkesat tona të cilat kanë qenë si prodhues të qumshtit, kemi pas kërkesën mu marrë qumshti, sepse ne prodhojmë qumsht dhe nuk mundum na as 40% të sasisë së prodhuar që mundum me mbulu tregën e Kosovës, dhe ky 40% i prodhimit tonë vendor, i bujkut tonë, nuk po kemi vend për shitje, kështu që ju kemi adresuar të gjitha institucioneve. Institucionet e Kosovës kanë toleruar në vazhdimsi importin e qumshtit nga Bosnia dhe Hercegovina, një vend që nuk e lejon eksportin e qumshtit të Kosovës. Ky standard nuk zbatohet për prodhuesit e qumshtit në Serbi, të cilët nuk lejohen të eksportojnë në Kosovë. Në shoqatat e qumshtarëve të vendit, për pos mosbatimit të reciprocitetit me Bosnjën, kanë problem edhe me çmimet. Sipas tyre, çmimi nga ky shtet vjen më i lirë dhe dëmton seriozisht prodhimin vendor. Ne kemi bë kërkesë dhe kërkojmë edhe sot, edhe gjithmonë kërkojmë se më së pari duhet të mbrohet prodhuesi yt, prodhuesi vendor i cili më shumë derë djerë sa i bujk se që prodhoi qumsht. Dhe të lejohet importuesve për të gjitha shteteve të importojnë të vi produkte ndashta edhe me një çmim më të lirë se prodhimet tona këtu, por sa i përket të Bosnjës, se ka të prodhimet të Bosnjës, unë mendoj që na nuk ka arsye të këto Bosnjës duhet të ndalë sepse ne nuk mundum të çojmë produkte atje. Duhet automatikisht shtetet të ndërmerr këtu, mendoj që është në domenën e Ministrisë të Tregtisë, që duhet të ndalet. Është i dëmshëm çmimi që po vjen për Bosnjën? Keni vrejt ju diçka? Kemi vrejt çmimi që është i dëmshëm, sepse më njëherë është konkurrent i produktit tonë vendor. Dhe konsumatori shkon në merr çmimin më të lirë. Kështu që është konkurrent drejt për drejt me prodhimin tonë. Çka mundet me bë shteti, dora shtetit që me alecu edhe prodhuesit vendor, prodhuesit qumshtit me pas një pozitë më të mirë? Shteti ka investu në bujqësi prej mas lufte. Kanë bënë investime të mëdha. Kanë dhënë në vitin e kaluar, kanë dhënë edhe krerë lëp për prodhimtarit të qumshtit. Të cilën rrit numri i krerëve dhe rrit sasia e prodhuar të qumshtit, kurse të kundërtën importi është më i madh
Se në vite tjera prej që i kanë mërë. Se ka ndodhë kjo? Se ka ndodhë, sepse shteti këtu nuk ka reaguar, nuk e ka kontroluar, shteti është dashur me kontrolu çdo, sepse ke investu, e ke subvencionu, plus e subvencionon bujkun për me prodhu qumsht, dhe ti nuk i siguron tregun, atëherë nuk po muj me kuptu. Kur ti e siguron për me prodhu qumsht ma shumë, ma këllat e tërë, qumshti jonë është i kontroluar për zonë veterinare, çdo fermeri merret mostra, çdo qumsht ka adres deri te fermeri. Dhe ti mos ta mbrojsh gjithë këtë investim, atëherë nuk është në rregull për shteti. Shteti duhet me ndërhy. Për momentin, t'jem real, për momentin plasmani është ka bëhat i Kosovës. Po janë dy arsyet. Është një arsye që në këtë kohë sasia e qumshtit të prodhuar të fermerëve tonë bie, dhe konsumi rritet kur është rrit që na bashkëdhetarët të ndërkombëtarë kanë ardhur në fluks, është fluks i madh dhe është një treg pak më i madh. Po këto mund ta shihim 2 javë, mas 2 javë ditë jemi në gjendjen ku kemi qenë ose më të rëndë. Kështu që kërkojnë nga shteti, qeveria, institucionet tona të ndërhyjnë shumë shpejt se duhet prodhimtaria e qumshtit, bujku dhe prodhimi vendor duhet të ruhet. Çdo shtet në botë e ruan bujkun e vet dhe prodhimin e vet. Kjo a keni vrejt çmime që në gjuhën ekonomike quhen si dumping? Unë mendoj se na jem prodhues qumshtit, jem fermer dhe ligjit e këto janë një institucion se unë mendoj që ka drejt me bëni anti-dumping për bosta. Ka drejt shteti, Ministria e Tregtisë me marrë. Sepse na nuk më qojnë bosta, si përpunuesi jonë nuk çon produkte në bosta. Pse ti bie këtu? Unë mendoj që ka të drejt Ministria e Tregtisë me marrë këtë vendim. Edhe i bëj thirrje ministrës që ta merr vendimin sa më shpejt.